Qytetari denonson, nuk po gjejmë më ilaçet që na mbanin gjallë, shteti të ndërhyjmë. Një qytetar ka denoncuar në redaksin ton një situatë të rëndë dhe alarmante që po prek pacientët me hepatit B në vendin ton. Sipas denoncimit, prej më shumë se një viti është ndërprerë shpërndarja e medikamenteve të lira turke si Tenoviral dhe Hiverak, të cilat më parë jepeshin falas ose me kosto të ulët në farmacitë e spitaleve publike. Me ndryshimin e politikës shpërndarës, emërkimet u kaluan për të blerë në tregun e hapur përmes farmacive private, por pacientët raportojnë se medikamentet alternative më të përballueshme nuk gjenden askund, as në farmaci private, as në depot farmaceutike. Kam një muaj që kërkoj në 10 farmaci dhe depo, përgjigjja është gjithmonë e njëjtë, nuk ka. Dyshoj se kjo mungesë është e qëllimshme, po na detyrojnë të blejmë ilaçin anglez, Vired, i cili kushton 250.000 lekë të vjetra në muaj, një shumë e papërballueshme për shumë prej nesh, thot qytetari në një mesazh të dërguar redaksisë. Ai shprehet i shqetësuar se ky është një bashkëpunim i heshtur dhe i dëmshëm mes depove farmaceutike, të cilat sipas tij kanë rënë dakord të mos shpërndajnë më ilaçin e lirë për të nxitur blerjen e versionit shumë më të shtrenjtë. Ndërkohë pacientët që varen nga këto medikamente kanë mbetur pa trajtim dhe të pambrojtur, duke përjetuar stres të madh për shëndetin e tyre. Na kanë lënë në mëshirë të fatit. Kjo është kriminale. Shteti duhet të ndërhyjë menjëherë ose të rikthejë shpërndarjen në farmacitë e veta, ose të detyrojë farmacitë private të sigurojnë të gjitha alternativat për të respektuar shëndetin e çdo pacienti. Qytetari thekson se kjo nuk është hera e parë që ngre alarmin, pasi rasti është denoncuar edhe disa muaj më parë, por nuk është marrë asnjë masë konkrete deri tani. Ai bën thirrje në emër të gjithë të prekurve nga ky shqetësim, institucioneve shtetërore, Ministrisë së Shëndetësisë dhe strukturave të kontrollit farmaceutik që të hetojnë menjëherë këtë situatë dhe të veprojnë për të mbrojtur jetën e pacientëve.